Përshëndetje zonja zotëri, dëgjues të radios Sibila të Veriut. Mirë se vini në emisionin tonë Kujtesë Historike, ku për temë të sonme kemi Beslidhja e Lezhës 1444. Dëgjues të dashur të radios Sibila të Veriut, mirë se vini në emisionin tonë të sonëm me temën për Kuvendin e Lezhës. Përshëndetje nga unë, Gëzima Jeraj dhe në zonja Prenda Sejdia. Në temën tonë Kujtesë Historike, kemi sjellur pra Beslidhjen e Lezhës. Me ju sonte unë, Gëzima Jeraj dhe zonja Prenda Sejdia, do të përpiqemi që për nder të 581 vjetorit të Beslidhjes së Lezhës, të sjellim një rrëfim historik të studiosit dhe historianit Paulin Zefi, I cili na sjell shumë të detajuar të ngjarje të madhe me peshë historike për kombin shqiptar. Çaste të bukura me emisionin ton dhe me ne. Zonja Prenda, pak hapësirë edhe për ju për përshëndetjen që ja drejtoni dëgjuesve tanë. I brëmamis ku të jeni brenda jashtojve të shqiptare, histori ju uroj një javë të mbarë të suksesshme, një tradizime njëstin të rekat. Mirë se vini në valet tona, në të brëndje që të trajtojmë një temë si që ta edhe bashkëpunësi kemi në të emision në Sufizëm e Liraj, do flitet për Beslidhjen e Lezhës, një ngjarje historike që çdo shqiptar din të flasë për të. Por ne kemi si obligim të trajtojmë këtë temë brenda gjitha linjitëve të kohës, pasi ne nuk kemi kohë të trajtojmë ashtu si duhet si një natë tjetër, duhet të shkurtojmë për arsye objektive. Megjithatë, të i përshëndesim si fillim me një këngë nga Eduard Sokoli dhe Alborena. Dhe të tëmshëm.
Po, zënje Prenda, ju lutem që ju të filloni me temën dhe të na prezantoni nga materiali që keni përgatitur për sonte. Ju faleminderit dhe ju urojmë sukses. Faleminderit ju. Besilja e Lezhës 2 mars 1444 dhe bashkimi i parë politik, ushtarak, ekonomik dhe kombëtar i popullit arbër shqiptar me lëkundje Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Siç e tha edhe zoti Gzim, është shkruar nga Paulin Zrepi. Ne e kemi sjellë për dëgjuesit tanë. Gjergj Kastrioti Skënderbeu, duke analizuar në kronologjinë e ngjarjeve të shkresës së afërt, të shkuarës së afërt, kishte ndjetë mësime dhe konkluzione nga shtypja e pamëshirshme kryerritjeve anti-osmane që u zhvilluan përgjatë viteve 30 të shekullit 15. Astrokohë princat arbër, përfshirë edhe babain e tij Gjoni Par Kastrioti, nuk I kishin rrëmbyer armët, të gjithë së bashku duke u sinkronizuar në të njëjtën kohë. Por ata luftuan të ndarë nga njëri tjetri dhe prandaj dështuan përballë ekspeditave ndëshkimore osmane. Dështim të cilin e kishin paguar shumë shtrejnë banorët e pambrojtur qyteteve dhe sidomos popullsia e varfër fshatare që jetonte nëpër vantrat kryesore ku shpërthyen këto përngritje të përgjithshme. Përvoja e deri atëhershme shqiptare vallkanike, sidomos përngritjet e viteve 30 në vise shqiptare, ishin treguar se fuqisë ushtarake më të madhe të kohës perandorisë osmane nuk mund t'i bëhej ballë pa bashkimin e forcave të brendshme politike, ushtarake dhe ekonomike, si dhe pa bashkëpunimin me vendet e tjera. Prandaj Gjergj Kastrioti Skënderbeu ndoqi një politikë të brendshme dhe jashtme shumë aktive. Biçoku Skënderbeu 105, si rezultat I mizorive dhe barbarizmave të pafund që ushtronin autoritetet osmane mbi popullsinë vendas dhe jehonës së madhe që shkaktoi përngritje udhëhequr aq mjeshtrisht nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu, u ringjallën shpresat e popullit të arbër që mezi po priste për të shkëputur zinxhirin e rrugërisë turke, dhe kjo është arsyeja e cila I detyroi të gjithë printerit dhe feudalët vendas që të pranonin ftesën e tij të hapur për të bashkuar forcat kundër armikut të përbashkët. Perandoria osmane përkastonte një pushtues të huaj, I cili po përcënonte lirinë, pronën, gjuhën, kulturën, religionin, traditat shtypullore dhe gjithçka tjetër. Por pavarësisht kësaj gjendje të padurueshme, amalgama ndërmjet sundimtarëve vendas ishte bërë mjaft e vështirë nga sistemi feudal I rreth I ashpër për të shembur I cili përgjatë shekujve të mesjetës kishte krijuar vetëm rivalitet, mori e paragjykime dhe për më tepër disa princa kishin bërë aq të urryer për popullin arbër, aq sa lidheshin me kurçit për të ndihmuar në luftën që zhvillonin kundër rivalëve të brendshëm në mënyrë që të mbanin zotrimet e tyre. Prandaj nuk ishte as pak e lehtë që Gjergj Kastrioti Skënderbeu të arrinte të vinë të gjithë këta sundimtarë që të bashkonin forcat për të luftuar në një flamur të vetëm dhe kundër një armiku të përbashkët dhe aq të urryer siç ishte sultani Murati II. Më mirë se kushdo tjetër, ai kuptoi se për arbërit nuk trapiste perspektiva për mbrojtjen e territoreve të lira, duke qëndruar në pozitat e tyre të vjetra. Ka përcyer soptimin politik të vendit në një park zotrimesh të pavarura dhe pa asnjë bazë organizative të qëndrueshme e cila do të bashkërendonte burimet njerëzore ushtarake, ekonomike të vendit, si dhe gjithë veprimtarinë e zhvilluar në rrafsh të brendshëm, në atë të ndërmarrë në rrafsh ndërkombëtar, historia e popullit shqiptar, Akademia e Shkencave të Republikës së Shqipërisë, Pajna, Tiranë 2002. Kuvendi I Besëllisë së Lezhës vëzonte edhe mbështetjen e Selisë së Shenjtë, sepse ky koalicion politiko-ushtarak do ndalonte apo më së paku do ngadalësonte raportimin me peshën perandorisë osmane në Ballkanin Perëndimor, e cila me vete sillte fenë islame, por në një të ardhmë të afërt, osmanët nëpërmjet arbërisë mundet të vërcënonin edhe shtetet italiane nga Kishulli në Apenin. Projekti për realizimin e këtij koalicioni shënonte mendje drejtësinë dhe largpamësinë e Gjergj Kastriotit Skënderbeu, I cili ishte plotësisht ndërgjegjshëm për rrezikun osman. A vendosi që t'i thos të shqit krerët arbërisë
në një kuvend për të lidhur një aleancë politiko-ushtarake apo e cila do të mundësonte organizimin e një ushtrie të përbashkët që do t'i vënte ballë sulmeve të Perëndisë Osmane, por Gjergj Kastrioti Skënderbeu gjendej përballë një zgjedhje të vështirë, sepse i duhej të përcaktonte një qytet të përshtatshëm për organizimin e këtij kuvendi të madh. Gruaja si kryeqytet i principatës së tij përjashtohej si alternativë për gjithashtu edhe kryeqendrat e sundimtarëve të tjerë arbër, sepse ai ishte i sigurt se disa prej të ftuarve do të repulsonin për të marrë pjesë. I gjendur në këtë situatë delikate, por dhe të mos i mbetur hatri asnjë sundimtari vendës, ai vendosi që ky kuvend të organizohej në një qytet neutral dhe alternativa më përshtatshme për të gjithë do të ishte pikërisht qyteti i laftë i Lezhës. Përcjellja e Lezhës për zhvillimin e këtij kuvendi kaq të rëndësishëm, ku sipas historianit rumun Konstantin Jereçek, këtu ndodhet shtraki kulturës ilire ku takohej lindja helenistike në vendimin roman. Nuk ishte as pak krahasore, por e mirëmenduar nga ana e Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i cili e mori këtë vendim duke u bazuar në disa arsye. Pikë së pari, Lezhë nuk ishte pjesë integrale as në principatën arbërore, por nuk përbënte ndonjë zotërim feudal të caktuar ku mundet që të krijonte pakënaqësi apo hatërmbetje, por që nga viti 1393, ky qytet i lulëzuar deri atëherë kryeqendra e Dukagjinde i ishte dorëzuar me koncesion Republikës Veneciane, nëpërmjet aktit që kishte nënshtruar princi Robon Dukagjini me përfaqësim venecian Giovanni Niami, kishte vendosur që të gjitha të arbërët e qytetit, duke zbritur shumën financiare prej 800 dukat si shpenzime për rojet, do të ndaheshin në 3 pjesë, nga të cilat 2/3 i kalonin Republikës Veneciane, e cila ndronte qytetin nga sulmet eventuale të Perëndisë Osmane, dhe 1/3 përfitonte Principata e Dukagjinde në krye princin. Për vend e tjerë. Arsyeja tjetër lidhej me faktin se Republika Veneciane ishte shteti më i fuqishëm evropëndimor i kohës në aspektin ushtarak, ekonomik e drejtar dhe organizimi i kuvendi në një territor që kontrollohej nga venecianët do t'i siguronte jo vetëm simpatinë, por dhe mbështetjen e nevojshme në luftën që po planifikonte kundër Perëndisë Osmane. Sipas humanizmit, Marin Barleti, i cili parapëqen që Lezhën ta quaj me emërtim Alestion, pikërisht në këtë qytet, u pa e udhës që të organizohej mbledhja edhe për shkak se vendi ishte vetiu i përshtatur, edhe për arsye se ndodhej në sundimin venecian, që i përqenin dhe kishin fort për zemër të gjithë sipas Marin Barleti, ndërsa historiani Kristo Prashit shkon se nëpërmjet mbajtjes së këtij kuvendi në Lezhë, kujarët arbër kërkonin siguronin Republikën Veneciane se nuk kishin synime kundër saj. Por gjithashtu me hamendje mund të thuhet se u zgjodh Lezhë për të kënaqur Dukagjinët. Kuptoi një kuvendi të tillë në qytetin e Lezhës jo vetëm që do të tërhiqte Republikën Veneciane në një aleancë apo koalicion të gjerë anti-Osman në mënyrë që ky shtet i fuqishëm të mos trembej nga bashkimi i krejve të arbërisë, të cilët po i zbulonin qëllimet e veta haptas e duke kërkuar shumë të sinqertë që gjithashtu mbajtja e këtij kuvendi në Lezhë nuk do krijonte as në vogël dyshim tek sundimtarët e tjerë arbër që ju përgjigjen ftesës vllazërore të Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Zoti Zim, faleminderit. Edhe historiani i njohur Profesor Kasem Mishoku, arsyet e zgjedhjes së këtij qyteti shikon disa drejtime duke u nisur që nga pozicioni gjeografik. Afërsia e Lezhës me zotrimet e pjesëmarrësve kryesor të këtij kuvendi, lidhjet e ngushta ekonomike me viset e shkreruara të arbërisë dhe veçanërisht me kastriotët. Dhe në fund, ky autor analizon faktin se mbajtja e kuvendit në Lezhë ishte një thirrje miqësore drejtuar Republikës Veneciane nga fisnikët arbër, për të bashkëpunuar në luftën që do të zhvillohet kundër Perëndisë Osmane. Të njëjtin mendim me biografët më të njohur të Gjergj Kastriotit Skënderbeut ndan edhe profesor Dr. Petrika Thëngjilli, i cili shkruan tekstualisht kështu: për mendimin tim, arsyet e zgjedhjes së Lezhës ishin disa,
Në radhë të parë, do të radhisja qenjen e saj në sondimin Venedikas, që më njanonte çdo mosmarrëveshje ose pak nasi të njohur princit të veçantë shqiptar si vend asnjëjtës. Me këtë veprim kujtonin Venedikut se lufta e osmanëve duhej të drejtojë vetëm kundër shqiptarëve, por edhe kundër sinjorisë. Në fund, Lezhë ishte lidhur ngushtë me zotrimet e kastriotëve, Skënderbeut rritje dhe mangësi, pra është artikulli që citon këto. Fitoret e para të arritura gjatë muajve nëntor të vitit 1443 dhe sidomos shklerimit të kryes e Diprës dhe të Matit duheshin konsoliduar, zhvilluar dhe mëtej duke vazhduar me misionin për zhvillimin e gjithë Arbërisë dhe në këtë kontekst kuptohet se pa një bashkëpunim të ngushtë ndërmjet të gjithë krerëve të vendit, projekti ambicioz i Gjergj Kastriot Skënderbeut do të rezultonte një mision i pamundur. Si rezultati i zhvillimit ekonomik shoqëror të Arbërisë, Beslidhja e Lezhës do të shprehte nevojën objektive të bashkëpunimit në plan politik dhe ushtarak afatgjat i cili gjenerohej nga kërkesat e luftës defensive përballë një agresori aq të pamëshirshëm si ishte Perandoria Osmane. Si njohës i mirë i artit të luftës kohës së vet, Gjergj Kastriot Skënderbeut ngjante ishte i vetëdijshëm se për një kryekomandant zotrimi i degëve të këtij arti, si strategjia, taktika e madhe, logjistika, inxhinieria, gjenio dhe taktika e vogël, nuk ishte kurrë si e mjaftueshme për politikën e luftës. Duke qenë se personalitetet e Gjergj Kastriot Skënderbeut ishin harmonizuar tipart, aftësitë dhe karakteristikat më të shkëlqyera të një komandanti ushtarak dhe një politikoni shumë largpamës, ai vendosi të thërraste gjithë krerët e Arbërisë për të afruar pranë vetes sa më shumë aleat besnik, duke mos përjashtuar feudalet e vegjël të cilëve u dërgoi ftesa të veçanta. Themelimi i kuvendit të Lezhës ishte një hap i rëndësishëm jo vetëm në planin historik, por edhe në aspektin vendimtar strategjik, si për kombin për fatin e tij. Dhe ky bashkëpunim politik ishte hapi i parë nga Gjergj Kastriot Skënderbeut për krijimin e një shteti kombëtar të përqendruar duke eliminuar të gjitha pasojat negative që i vinin vendit nga përçarja dhe fragmentarizmi feudal dhe beslidhja e Lezhës është e para organizatë politike ushtarake e përbashkët që njihen në historinë e Shqipërisë. Gjergj Kastriot Skënderbeut ishte njohës shumë i mirë i gjeopolitikës, sepse kësaj periudhe ekspansioni territorial dhe fuqizimi i shpejtë i Perandorisë Osmane ishte kthyer në një kërcënim serioz për sferën dhe interesave ekonomike tregtare të Republikës Veneciane në përgjigje të Azisë së Vogël, detin e Levantit, emporiumet të mëdha ose kolonitë tregtare në detin e Zi, ishujt e Egjeut apo brigjet e Ballkanit Jugor dhe aty perëndimor ku shtrihej harta e zotrimeve veneciane. Ashtu si edhe për te Republikës Veneciane lejoi zhvillimet e kuvendit brenda zotrimeve të veta dërguar aty nga vëzhgues, por pavarësisht premtimeve për të furnizuar me armë lidhjen e Lezhës, ajo u tregua shumë e kujdesshme që të mos e hasaronte marrëdhëniet me Perandorinë Osmane duke vjuar me politikën e saj të zakonshme me qëllim për të ruajtur status quo-n. Është për të vlerësuar zgjedhja strategjike e Gjergj Kastriot Skënderbeut për të përzierë Republikën Veneciane në lidhjen e princërve arbër, pa mbështetjen e së cilës çdo plan afatgjat rezistencë kundër Perandorisë Osmane do të përcaktonte që të dështonte. Pra, me pak fjalë, Lezhë ishte i vetmi qytet i Arbërisë që plotësonte të gjitha kriteret, sepse ishte një pozicion gjeografik shumë i favorshëm për mbajtjen e kuvendit mbarkombëtar dhe ndodhej në afërsi të zotrimit feudale të pjesëmarrësve kryesorë, të cilët ishin kryesisht nga Arbëria e Mesme dhe ajo e Epërme. Në të njëjtën kohë, ky qytet ishte veçuar në trajta dhe në enklava në raport me zotrimet e tjera të Republikës Veneciane dhe në krahasim me qytetin e Durrësit apo Shkodrës ishte lidhje ngushtë ekonomike dhe tregtare me trevat e sapoçliruara të Arbërisë dhe veçanërisht me ato të principatës së Kastriotëve dhe Dubajinëve. Shkrimtari i njohur britanik, gazetari, oficer i inteligjencës detare, eksperti për çështjen ballkanike dhe biografi i heroit ton, Harry Hodgkinson Sartëson. Edhe pse Lezhë ishte në posedim venecian, kjo nuk do të thotë se venedikasit sponsorizuan konferencën, por ata thjesht lejuan për të mbahej aty, se qendra më e përshtatshme dhe më e madhe nga ato që dërguan vëzhgues për të siguruar që të dinin se çfarë ndodhej, thot Hodgkinson. Zona brenda
Lust që të vazhdoni edhe ju me pjesën tjetër të... Dhe objekti kryesor i shqetësimit, Skënderbeu nuk i përgjigjej synimeve dhe as nevojave të politikës dhe kombëtare të Republikës Veneciane, sepse asë kohë venecianët nuk ishin gati dhe as të interesuar për të ndërsuar në një luftë në shkallë të gjerë kundër Imperatorisë Osmane. Për aq kohë, sa zhvillimi i tregtisë në pjesën lindore të Mesdheu vazhdonte të ishte shumë keqëritës. Në vitet 40 të shekullit 15, autoritetet shtetërore osmane nuk e cënuan aktivitetin tregtar të Republikës Veneciane në Ballkan dhe Azinë e Vogël, sepse interesat ishin reciproke por arsyeja kryesore lidhej me mungesën e një flote osmane, ndërkohë që Venecia nikej si mbretëresha e deteve. Prandaj këndej edhe ajo lojë e stërkollë dhe romane diplomatisë veneciane, një farë kazuistike diplomatike cila bën të këmbën rrodha zipsetimet, kërcënimet dhe veprimet ushtarake, sipas konjunkturave, kulturimet taj si fuqi e madhe, bëjnë që Republika Veneciane ka keq të vështirë të javë veprimeve të Gjergj Kastrioti Skënderbeu për krahjen e vetë të plotë. Gjithashtu Republika Veneciane as nuk donte të inkurajonte unitetin e arbërve, sepse ajo ishte mjaft e lumtur që kishte një koneksion prisisht të dobët ushtarakisht, të pabarabartë të përqarë, të cilët mund të kontrollonte nëpërmjet funksionarëve të lartë që kishte caktuar për të administruar qytetet dhe fshatrat e arbërisë veneciane. Por nga tjetër, duke qenë se ky program do të zhvillohej me çdo kusht, sepse Gjergj Kastrioti Skënderbeu tashmë ishte marrë konfirmimin nga të gjithë krerët e arbërisë dhe nga që kjo nuk varri nga dëshirat e Republikës Veneciane, atëherë ajo detyrua që ta meritoi zhvillimet në zotrimet e veta në mënyrë që të siguronte avantazhe të tukshme për të pasur në jurisdiksionin e saj. Duke lejuar e përkrahur mbajtjen e kuvendit në Lezhë, Republika Veneciane synonte të përdorte arbërit si një barierë të pakapërcyeshme përballë rrezikut osman dhe të mbante në kontroll të vazhdueshëm për bashkimin politiko-ushtarak sondimtar nga arbër, duke luajtur një politikë të fashte. Pra raportet ndërmjet Gjergj Kastrioti Skënderbeu e Republikës Veneciane mund të konsiderohen si një marrëdhënie në simbiozë ku të dyja palët i bashkonte interesi i përbashkët, por kur nuk kanë ndërtuar një aleancë të qëndrueshme, sepse venecianët do treguan vazhdimisht të pasinqerë deri në vitin 1463, kur shpërtheu lufta e gjatë Veneto-Osmane dhe i vetë një aliat i tyre vestik do të rezultonte kryqëzimi i arbërisë. Menjëherë sapo u mor miratimin nga ana e autoriteteve veneciane, të cilët u përgjigjen me shumë dashamirësi kërkesës Gjergj Kastrioti Skënderbeu për zhvillimin e kuvendit në qytetin e Lezhës, u dërguan nga të katër anët njerëz të besuar që të tonin të gjithë sondimtarët arbër, duke i njoftuar ata për vendin dhe ditën kur do të mblidheshin. Asnjëri nga ata që u zgjodhen nuk u pranua. Nuk nxori ndonjë justifikim me arsye të paqen, asnjë pengesë zyrtare apo familjare, por të gjithë erdhën fluturimte me shumë përthemërsi dhe duke u vënë në karë me njëri tjetrin, sikur të binte më parë. Sipas humanistit Marin Baleti, kjo që një shenjë mjaft binse se si do të ndihmonin këta pastaj për nevojat e tjera të luftës. Kuvendi i Lezhës u mbajt në Kryekishën ose katedralin e Shëntovit në 2 mars 1424. Kur Gjergj Kastrioti Skënderbeu, përveç Republikës Veneciane, kishte ftuar edhe përfaqësues nga Republika e Raguzës. Për sa i përket kohës kur u mbajt kuvendi i Veshlides së Lezhës, në veprat që janë votuar deri në periudhën e zhvillimit të luftës botërore të 1925, nuk ka pasur një mendim unik për saktësimin e kësaj date, sepse historianët kanë qenë të ndarë ndërmjet versionit të 1 marsit 24 dhe 2 marsit 24. Njoftimet veneciane të kohës fatkesisht mungon, sepse një pjesë e konsiderueshme të dhënave dokumentare që kanë qenë hartuar nga mëkënësit e Lezhës dhe qyteteve të tjera të administruara nga Republika Veneciane në këtë periudhë, kanë humbur si rezultat i trezjarëve aksidentale që kanë rënë në pallatin e Torshëve në Venecia, Palazzo Ducale di Venezia, me datën 4 shtator 1483. Autorët më të hershëm që flasin për besëdin e Lezhës dhe biografët e Gjergj Kastrioti Skënderbeu
Sedimin të Frangu dhe Marin Baleti, të cilët ndiqen nga fisniku Gjon Muzako, japin detaje të zhvillimit të kësaj ngjarje historike, por nga ana tjetër janë treguar shumë të vështirë në lidhje me specifikimin e datës. I pari autor që jep datën 2 mars 24 është biografi heroikun kombëtar Giamania Bemini, i cili duke referuar enigmatikut Tibaras Antibarino, ai shkruan se tutto dunque e gjithë kjo u mësua duke rënë dakord mbi vendin dhe kohën që ishte për 2 mars. Dhe të gjithë u gjendën gjithashtu të pranishme. Sipas Fanolit, në variantin e vitit 1921, atë Thanas Gegaj në vitin 1937 dhe Abbas Ermeni në votimin e vitit 1968, por dhe në rivotimin e vitit 1996, japin datën 1 mars 1924 si ditën e mbajtjes së Kur'anit në Mesjidin e Lezhës, ndërsa shumica historianëve e spostojnë këtë ngjarje në ditë më vonë duke vendosur me 2 mars 24 duke nisur nga Bes Panoli në variantin e vitit 47, i minus më pas vazhdon me të gjitha autorët e tjerë të historiografisë së pas luftës ditëtore. Brenda katedrales Shënkollit, ku zhvilluan punime të bukatit, qëndronin pranë njëri tjetrit bujartisë përshore e krejt masive të thella, trima të trevave veriore dhe kapetan të krahinave i kore, besimtarë të rritit katolik dhe besimtarë të kishës lindore, luftëtarë të shuar dhe fleshë të ndëruar të kanuneve, Rash dhe Demeter Frangu shkruan se në Kombëndin e Mesjidës së Lezhës, të cilën e vlerëson si një lidhje të shenjtë, morën pjesë 30 fisnik, por ai përmend vetëm më të rëndësishmit duke nisur nga Veçi Shasiu Skënderbeu më pas Gjetja Arjaniti, cilin e quajnë Arjanit Komneni, Andrea Topia, Muzak Topia, Al-Bukajini, Nikol e Pjetër Spani, Lek Dushmani, Lek Zaharia, Zotërit Trenojevic dhe të dërguar të ndëruar të Senatit Venecian. Ndërsa Marin Baleti na përcjell të dhëna shumë poshishme duke paraqitur edhe një biografi të shkurtër të çdo pjesëmarrësit të familjeve feudale respektive dhe të territoreve që ata kishin në zotërim e tjerë. Në Kombëndin e Mesjidës së Lezhës morën pjesë odimtarë më të fuqishëm të Arbris, më të rëndësishëm ishin Gjergj Shasiu Skënderbeu, Zoti i Librës dhe Imati. Dominus Diga e Tmati, Gjergj Arjaniti, sundimtari i Kaninës dhe i Shpatit. Pali i Urt ose Pal Lukajini që shoqërohej nga i biri Leka i tretë, nga Gjitlit dhe nga Nikol Lukajini, sundimtar të Principatës Lukajinit që shtrihej nga Zagrima dhe Lezhë e deri në kufi me despotanin serb në Kosovën lindore. Andrea Topia, sundimtari i Krahinës, ndërmjet Rusit dhe Grujes i shoqëruar nga Tek, Pominje Muzaka dhe nga nipi i Kita në Shtopia, Gjergj Stres Valsha, nipi i Gjergj Shasiu Skënderbeut nga Emotra i Jella, sundimtar i njësisë Krahinës në Lesë dhe Grujes. E ndërsa vëllezërit e tij Gjoni Boiku qëndruan në shtëpi për shkak të moshës, sepse Marin Baleti thotë se ata nuk ishin ende të zotët për luftë dhe as për të dhënë këshilla. Lek Zaharia, sundimtari i Ranjas, Shatit, Karnën Shatit, dhe Zadrimës së Evrime, Ketër Spani, sundimtari i Masisë së Shatit dhe Shoshit ose i Kultit, që përfaqësohen me pjesën më veriore të hapësirës gjeografike ku ushtrin territoret e shtetit të Lidhjes së Lezhës, i cili ishte i shoqëruar nga 4 vjet e tij Leka, Boldo ose Pozhidari, Vruo, të cilin Fanoli e citon me emrin Oroshi dhe Marbu. Lek Dushmani, sundimtari i Zafrimës dhe rrethinave të Trishtit, i shoqëruar nga tjetri dhe princër të tjerë fqin, Teodor Korona, Muzaku i ri, i Beratit së bashku me Gjon Muzakën dhe me disa krerë të tjerë të Myzeqes, Zaharia Gropa i Ohrit dhe princi i Malit të zi Stefan Cernojevic, i shoqëruar nga djemtë e tij Gjoni dhe Gjergji. Sipas profesor Alex Buta, sundimtari i Malit të zi Stefan Cernojevic mori pjesë në këtë kurant sepse ata lidhen me krerët Arbër, paretisnia dhe interesat e luftës.
Stefani Porcinojević, I njohur nga mbështetësit e tij me emrin Stefanica, ishte punoti i Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Bashkëshorti I motrës së tij, Mara Kastrioti, dhe pasardhës I familjes njohur feudale arbrore të gjurashve, që zotronin disa territore në Zetën e Epërme, të cilët duke qenë në influencën e kishës ortodokse serbe, ishin sklavizuar ashtu si disa më e madhe fisave malezeze. Në kuvendin e Mesjetës së Lezhës ishin të pranishëm dhe disa përfaqësues nga familje feudale më të rëndësishme të Arbërisë, siç ishte pjesëmarrja e Pisnikëve, Skuraj dhe Lionimaj e tjerë, në lidhje me praninë e përfaqësuesve venecian. Humanisti Cristian Demeter Prangu thotë se gjaponimeve të këtij kuvendi morën pjesë të deleguarit e nderuar të Senatit të Venedikut, Demeter Prangu. Dhe ndërsa Marin Barleti I konfirmon versionin, edhe Demeter Prangu duke shkruar se në këtë kuvend nuk munguan edhe princerit e pathyeshëm e fort besimtar veretikas për pushtetin e cilëve mund të mbureshin atëherë. Fjala për ju zoti Gzim. Faleminderit, ja ju zënatëna. Duke ju referuar memorjes së Gjon Muzakës, ky autor shkruan se Gjergj Kastrioti thirrën në një kuvend zotëritë e njohur të Arbërisë në Lezhë, kujt I shkoi personalisht ta grishte e të thirrte dhe me anë të dërguarish, kështu që I quajturi Skënderbej, që e bërë udhëheqës I tyre në Arbëri dhe secilin I jepte njerëz dhe të holla sipas shkallës. Bile, bitë të tjerë të këtyre zotërve militonin nën komandën e tij si për të marrë pjesë në luftë, si për të mbajtur shtetet e tyre. Ky zotëri I përmendur ishte praktik në luftë dhe I guzimshëm, dhe ai u bën komandanti të gjithë dhe të gjithë I bindeshin, shkruan Gjon Muzaka. Për sa I përket karakterit etnik të kuvendit dhe më konkretisht përkatësisë etnike të përfaqësuesve që morën pjesë në këtë kuvend, ata ishin mirëfilli arbër, duke përfshirë këtu edhe princin e malit të zi Stefan Cernojević Gjurashi, për të cilën folëm pak më lartë dhe pavarësisht se disa historianë si Oliver Jens Schmidt spekulojnë duke mbështetur mbi tezën slave, ato kurse nuk mund të gëzojnë kredibilitet në çështjet shkencore. Jon Schmidt I referohet Marin Barletit, I cili shkruan se Gjergj Kastrioti Skënderbeu vendosi se para së gjithash duhej të hyjë në një aleancë me një farë beslidhje të përhershme me princit dhe sondimtarët fshinj e periodët ilirik. Pra, kështu shkruan Marin Barleti, ku me emërtimet e periodët dhe ilirik nënkupton respektivisht arbër dhe slavët, por nëse analizojmë më shumë vëmendje, Marin Barleti I rikthehet disa herë kësaj çështje dhe para se të nisë me përshkrimin e drejtuar të pjesëmarrësve të kuvendit të beslidhjes së Lezhës, ai nënvizon faktin se ata ngritën lart dinjitetin e epirit dhe më pas vijon me historikun dhe origjinën e popullit tonë, duke saktësuar se nga akaza në fill të fisi e periodëve apo I arbërve, sepse ai shkruan se e periodët të cilët janë quajt edhe arbër thuhet se kanë zanafillin e tyre nga albanët. Nëse I referohemi autorit Gjamaria Biemi, ai I parafrazon disa herë duke theksuar se të gjithë pjesëmarrësit në kuvendin e Lezhës ishin principi albanesi, principi arbër shqiptar, dhe kjo çështje s'ka nevojë për diskutim, sepse çdo pretendim tjetër që bazohet në qëndrimet historike del jashtë suazave shkencore. Gjithashtu në lidhje me motivet kryesore nga të cilat u udhëzoqën arbërit për të luftuar kundër perandorisë osmane, ata nuk ishin vetëm motive fetare, por në radhë të parë kishin motive etnike, kulturore, politike e ekonomike. Gjatë zhvillimit të punimeve të kuvendit, fal oratorisë së tij të pashoqe, Gjergj Kastrioti Skënderbeu arriti që të bindë të gjithë pjesëmarrësit mbi nevojën e një bashkëpunimi shumë të ngushtë me qëllim për të mposhtur armikun e përbashkët. Studiusi Virgjili Kule konkludon se Arbëria ishte një zgrips të rënies totale në zgjedhjen ushtarake të administrative osmane dhe vetëm një kërcënim spektakolar nga aty hyjnor mund të nxjerrte shqiptarët në dritën e lirisë dhe të përparimit.
Ky ishte shansi i parë i vetëm, atje i fundit, për vazhdimin e ekzistencës së tyre sipas normave të civilizimit evropian, dhe Gjergj Kastriot Skënderbeu ofron një projekt të madh strategjik të menduar deri në oltësitë më të imta. Duke qenë se disa nga sundimtarët arabe shihnin me skepticizëm një sipërmarrje të tillë, dhe sidomos idenë mbi organizimin e një lufte totale kundër perandorisë osmane, frika dhe dyshimet e tyre u shuan shumë shpejt, sepse ata u rrëmbyen nga atmosfera përgjithshme që u krijua pas fjalës impresionuese të Gjergj Kastriot Skënderbeut, fjalim që na përcjell jo vetëm jetëshkruesi i tij i hershëm Marin Barleti, por edhe bashkohësi dhe bashkëpunëtori i ngushtë i heroit tonë kombëtar Dimitar Frangu. Shumë të nderuar etër dhe prinsër të shquar, unë nuk dyshoj as pak dhe në krejt e provuar tashmë se qarmiqësi e me shpërbuzje të madhe turqit përndoqën kaq shumë fenë tonë kristiane, se qarmiq të mëdhej janë ata ndaj gjithë virtyteve tona dhe sa të pabesë janë treguar ndaj premtimeve që bën, dhe se në qoftë se forca dhe vullneti i tyre do të pëlqejë, ata do të shkonin të kristianët në teun e shpatës së tyre, ashtu sikur edhe vetë përvoja ka treguar dhe më parë, pikërisht në ato raste kur Perëndia për shkak të fyerjeve tona dhe ka lejuar një gjë të tillë. Ja përse unë në krahun e fuqishëm të Perëndisë kam shporur kushtuesit e shtetit tim eti dhe kam bërë qik grim gjithë turqit që u përpoqën të rezistonin, dhe veç këtyre kam fituar gjithçka me turqit që zotronin në arbëri. Sikundër është edhe dëshmuar prej të gjithë njerëzve, prandaj shkencësitë tuaja të jenë të fortë, të sigurt se ai qenë i egër që do të vënë në punë gjithë fuqinë e vet kundër meje, dhe në arrift e të më mposhtë që kur Zoti mos më dhënë, menjëherë do të hidhet në luftë dhe edhe kundër jush. Kështu që për këtë që u bëjnë thirrje dhe ju dëshirojnë nxehtësisht shkencësive tuaja që me dashurinë që më mbani për Perëndin, për atin tonë të shenjtë dhe për hirin e tij që ju mbush me jetë, të më përkrahni, të mos ndihmoni turqit dhe as të mos shqetësoheni me mua. Pikërisht për këtë unë pres përgjigjen tuaj të njerëzishme, sepse unë shpresoj që me krahun e djathtë të fuqishëm të Perëndisë të mbroj veten kundër tiranit të madh, shkruan Dimitar Frangu. Ju jap fjalën juve, zonja Brenda, të vazhdoni më tej. Me të dhënë punë fjalës Skënderbeu thot Marin Barleti, prindrit të gjithë u drejtuan nga ai dhe duke u provuar me kohë dhe me zë të qartë mendimin, koje lavdronin fort e po ngritnin në qiell si shpëtimtar i lirisë dhe të gjithë lavdisë. Dhe ndërsa Murgu anonim rus shkruan se me të mbaruar fjalën e Gjergj Kastriot Skënderbeu të gjithë tanë me një zë. Qoftë e bërë Skënderbeu të jetë zëdhënëse dhe prisi ynë kundër armikut tonë të përbashkët. I faktin e jashtëzakonshëm e shkaktoi besëqindja e Lezhës te klasa feudale arbre e përshkruan mjaft qartë historiani italian Paolo Giovo, tek vepra e tij e shkruar në italisht edhe vjetër. Skënderbeu ku i thot atëherë të gjithë princat bashkë me guvernatorët dhe Ledikas u tërhoqën në plotësoheshin nëpërmjet tyre dhe pasi e shqyrtuan këtë çështje madhore, ju përgjigjes Skënderbeut në këtë mënyrë. Shumë i nderuar i princ Gjergj, birë dhe vllai ynë dhe nga mosha, por prindi nderuar për sa i përket virtytit dhe titullit madhor. Ne e morëm vesh mirë dhe gjykuam si të drejtet nevojshme kërkesën tënde, plotësi dhe lenë për të mbështetur. Prandaj të njoftojmë se në këtë marrëveshje të përbashkët ne jemi të vendosur që të bashkohemi me ty, përgjithmonë duke konsideruar shtetin tonë si tonin, si të mirë e si të keq. Në kuvendin e Lezhës me përqimin e të gjithë prindërve, feudalë dhe aristokratëve ardhëror, u vendosur unanimisht për formimin e lidhjes së Lezhës, një aleancë politiko-ushtarake në krye të cilës do të qëndronte Gjergj Kastriot Skënderbeu. Pjesëmarrësit e kuvendit ishin plotësisht të ndërgjegjshëm për detyrën e madhe që shtrohi para tyre, sepse ata sollën qytetin e Lezhës jo vetëm deri në përveshjeve, por dhe mësime nga dështimi i tyre. Menjëherë pas propozimit nga princi i format Gjergj Arjanili, i cili gëzonte një reputacion të padiskutueshëm pas
fitore të fuqishme që kishte kundër mbi osmanët gjatë kryengrikjeve që u zhvilluan në vitet 30 të shekullit 15 e që pranishmit miratuar në 20. Vendimi i parë dhe i rëndësishëm që u miratua ishte zgjedhja e Gjergj Kastrioti Skënderbeut si kryetar politik i Libjes së dhe komandanti i përgjithshëm i ushtrisë federale. Të gjithë pranishmit u zotuan që ta përgranin kundër sultan Muratit të dytë me para, me ushtarë, me ushqime. Dhe ky vendim nuk ishte një frazë e zbrazët. Ky vendim lidhej me prestigjin dhe pamjen e tij si trashëgimtar i princip të famshëm Gjergj Kastrioti, si komandant i patyshëm në ushtrinë osmane, por gjithashtu përveç faktit se ishte ideator dhe organizator i bashkimit, njihej dhe si qytetar i Arbëris pas kryengrikjes së bujshme të vitit 1440. Ai ishte një njeri i plot, i kompletuar, inteligjent, i fortë, i drejtë, i aftë, të shkrij bashkë luftën e dopadoshme me humanizmin gjë që përvajson një figurë emblematike të dalimit nga mesjeta barbare në iluminizmin e rilindjes europiane. Pra mbi të gjitha qëndronte personaliteti spikas Kastrioti. Skënderbeut që bëlte mundur zgjedhjen e tij në krye të jetës politike e ushtarake të Arbërisë, sepse më tepër se çdo antar tjetër i besnidhjes së Lezhës, ai zotëronte të gjitha cilësitë më të mira për drejtimin e suksesit të luftës kundër barbarëve aziatik, por të qeverisjes së vendit në kohë paqeje. Ai ishte padyshim njeriu më i preferuar edhe nga udhëheqësit fetar katolik apo ortodoks. Dhe megjithëse familja e tij ishte qenë e lëkundër në çështjet e besimit të kaluar në shekullin e 15, nuk ishte dyshime se një antar i veriut, se një arbër i veriut dhe ishte një i rritit katolik, roman sa herë që kishte lirin e zgjedhjes. Antarët i besnidhjes së Lezhës synonin që në kuadrin e kësaj aleance me bazë të gjëra ata të ruanin autonominë e tyre dhe Gjergj Kastrioti Skënderbeut, të cilin ata zgjodhën si kryetar të saj, të mos të hyjten zotrimet antarëve të tjerë sepse ai ishte besuar detyra si i pari ndërmjet të barabartë, por nuk gëzonte atributet e një sondimtari absolut. Ata institucionalizuar kuvendin si forumin politik më të lartë të ndihmarrës fisnikëve arbër dhe pikërisht në këtë kuvend do vendos që bashkimi të gjithë krerëve të Arbërisë të materializohej në formën e një besnidhje politike që u nënshtrua ndërmjet drejtuesve zotrimeve të lira dhe fisnikëve të tjerë të vendit, duke u bërë njohur në historinë me emrin besnidhje shqiptare arbërore e Lezhës, historia komuniste shqiptare. Volumi i parë, Akademia e Shkencave Republikës së Shqipërisë Tojena, Tiranë 2002, faqe 400. Sondimtarët të arbër që kishin pranuar të bëheshin pjesë e besnidhjes së Lezhës, u banin trupa ushtarake dhe veçanta për të mbrojtur kështillat dhe zotrimet e veta, por gjithashtu urmanin të drejtën për të pasur marrëdhënie diplomatike drejtare edhe me vende të tjera që nuk kishin të bënin me shtetin e Libjes së Lezhës. Pas optikës së profesor Dr. Alex Luarasi nga pikpamja juridike lidhja e Lezhës përbënte një aleancë politike ushtarake midis bujardëve shqiptar arbër me njërin tjetrin për mbrojtjen e zotrimeve të tyre feudale me forca të përbashkëta dhe brenda këtyre zotrimeve bujarët vendas pjesëmarrës në të ishin zotër pavarur dhe mbajtës të çdo pushteti. Të gjithë pjesëmarrësit që u ndrodhen në këtë kuvend diskutuan format e bashkëpunimit dhe grupet për realizimin e bashkimit të tyre politik, ushtarak e ekonomik. Kur në themelin të këtij bashkëpunimi, ata vunin institucionin më të rëndësishëm kombëtar, atë të dhënies së mesës. Skënderbeu, pashi 106, i të cilin do të krijohej ky informacion i ri shtetëror. Zoti Gzim, fjala për ju. Faleminderit. Ndërsa albanologu i njohur kroat Milan Shuflaj shtetin e lidhjes së Lezhës do ta përshkruante kështu: Nën Skënderbeun, bërthamërat e shumta shtetërore të këtyre familjeve u shkrin në një shtet të vetëm, në shtetin e fundit të krishterë më të madhin në Ballkan. Princi Gjergj Arjaniti propozoi që sondimtar të caktoj shumën e financiare që duhet të paguante çdo vit për të mbushur arkën e përbashkët, duke dhënë shembullin e vet i parë, dhe ndërsa princi Pal Dugagjini propozoi të caktoj edhe numri i ushtarëve që do të jepte çdo pjesëmarrës, duke bërë thirrje që t'i besonin Gjergj Kastriot Skënderbeut të gjithë forcat ushtarake që ata kishin në dispozicion. Propozimi i Pal Dugagjinit u kundërshtuar nga princi Andrea Topia, i cili pasi paraqiti
një panoram të plot të situatës, argumentoi se po I besonin Gjergj Kastriot Skënderbeut të gjithë ushtarët që kishin në dispozicion. Ata do të mbeteshin të pambrojtur dhe vulnerabël përballë ndonjë sulmi eventual të perandorisë osmane. Sipas tij, nëse ata do të mbanin për veten një numër të kufizuar ushtarësh, osmanët do t'i sulmonin papritmës duke shfrytëzuar pikat e tyre të dobta dhe duke u gjetur të zbuluar pa mbrojtje, të papërgatitur dhe ndërkohë që ushtarët e tyre do të ndodheshin gjetë nën komandën e Gjergj Kastriot Skënderbeut, I cili nuk do të kishte mundësi për të ardhur në ndihmë në kohën e duhur. Menjëherë sapo Andrea Topia mbaroi fjalën e tij, u ngrit në këmbë Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe pasi e përgëzoi Andrean për qëndrimin e tij, ai u abori të qartë të gjithë pjesëmarrësve të kuvendit se nuk ishte ndërmend të kërkonte aq shumë ushtarë duke I lënë ata të pambrojtur gjatë gjithë vitit, por një ndihmë të tillë do të nevojitet vetëm në rastet kur do të gjendeshin përballë një rreziku shumë të madh dhe pasi I tha këto fjalë, të gjithë shoqëruan me brokoritje. Pikërisht ky diskutim parapriu me marrjen edhe të vendimit të dytë që u miratua unanimisht nga të gjithë të pranishmit. Vendimi I dytë ishte krijimi I një ushtrie të përbashkët ku komandën e përgjithshme u zgjodh Gjergj Kastriot Skënderbeu, që gëzonte të drejtën për të rekrutuar njerëz të aftë për luftë, jo vetëm nga territori I sunduar prej tij, por edhe një vendbanim të tokave që zotronin feudalët, të cilët morën pjesë në kuvendin e Lezhës dhe që nënshkruan besledhin e Lezhës. Brenda një kohe shumë të shkurtër mobilizuan rreth 18.000 ushtarë, gjysma prej tyre kalorës dhe gjysma prej tyre ishin këmbësorë. 3/4 të këtyre ushtarëve ishin nga territoret e principatës arbrore të Gjergj Kastriot Skënderbeut, si Krotan, Matjan, Mjelitor dhe Dibran, shkruan Noli. Ushtria e beslidhjes së Lezhës përbëhej nga dy pjesë, nga forcat e përhershme të cilat formonin ushtërinë në rregull dhe nga ato të përkohshme që thirrheshin në armë vetëm kur do të paraqitej nevoja. Duke qenë se Gjergj Kastriot Skënderbeu ishte mësuar nga sistemi feudal ushtarak I perandorisë osmane domosdoshmërinë e krijimit të një ushtrie të rregullt, pikërisht për këtë arsye ai adoptoi rekrutimin e detyrueshëm që ishte akoma e panjohur në shtetet e tjera europiane. Kjo ushtrie e përhershme formohej me luftëtarë që dërgonin fisnikët arbër në urdhrat e komandantit të përgjithshëm, konform kuotës së caktuar për gjithë secilin prej tyre, por për pjesën më të madhe të ushtarëve mobilizohen dhe Gjergj Kastriot Skënderbeu në zotrimet e tij. Gjithashtu krerët e arbërisë do të dërgonin edhe disa fëmijë të tyre në ushtërinë e përbashkët të komanduar nga heroi jon kombëtar, shkruan Jahja Drançolli. Shteti mesitari I Gjergj Kastriot Skënderbeut, faqe 91. Këto trupa formonin bërthamën kryesore të ushtrisë së rregull dhe qëndronin vazhdimisht në gatishmëri luftarake duke mbrojtur të gjithë kështjellat, por në veçanti ato në brezat kufitar në pjesën lindore të shtetit të lidhjes së Lezhës. Mbrojtja e zonave kufitare lindore kërkonte vëmendje të veçantë në angazhimin maksimal, sepse pikërisht këto anë vinin zakonisht ushtrit osmane që niseshin nga kryeqyteti perandorak, por gjithashtu ky rajon ishte një vatër e nxehtë ku zhvillonin luftime për gjatë gjithë vitit me feudalët osman të zonave periferike. Nga kjo ushtri, e sapo formuar, u përzgjodh një kontingjent luftëtarësh të cilët do të shërbenin për krijimin e një formacioni të fuqishëm ushtarak prej 3.000 kalorësish, që sipas humanistit Marin Barleti, kjo gardë personale kryezotit të arbërisë u pagzuan nga vetë ai me emrin famlartë si garda proterione ose kohorta proterione duke I bërë jehon gardës proterione romake, e cila e kishte mbrojtur kryeqytetin perandorak Roma, duke u nisur që në fillim të shekullit të tretë, para të epokës Republika Romake, më vonë perandorët romak deri tek shekulli I 4, garda proterione e Gjergj Kastriot Skënderbeut përbëhej nga trupat ushtarake më elitare të arbërisë
të cilët stërviteshin vazhdimisht nga kryezoti dhe paguheshin rregullisht. Kjo kalorësi e lehtë do të luante një rol thelbësor si trupëroja e tij personale e përbërë kryesisht nga të rinjët të qytetit të Krujës dhe fshatarë të kësaj treve. E vetmja pikë dobët e ushtrisë së tij ishte mungesa e artillerisë së rrethimit, duke e bërë pothuajse të paaftë përballë qyteteve të fortifikuara, por pavarësisht kësaj mundësie, Gjashtë Skënderbeu ishte i pathyeshëm gjatë përleshjeve në fushë betejë të hapura dhe i aftë për ta zgjesuar armikun gjatë sulmeve të papritura. Për mbi të gjitha ishte një strateg i mençur dhe i aftë të përdor armën e tij vdekjepruese, kalorësinë e lehtë në një mënyrë të shpejtë dhe shkatrimtare, sepse taktika e tij e preferuar ishte goditja më pas të heqja e befasishme duke u futur armiqt në kurth dhe në prita ku i priste vdekja e sigurt. Gjithashtu është e konsideruar edhe si kryeministria e artit luftarak fal taktikave që përdori gjatë mbrojtjes së kështjellës së Krujës, gjatë 3 rrethimeve 1450, 1466 dhe 1467, ku e mahniti botën me sulmet e tij të rrëfeshme duke kryer inkursione të vazhdueshme që detyruan dy sultanët më të fuqishëm të Perëndërisë Osmane, Muratin e dytë dhe Kodja dhe Mehmetin e dytë Fatih, që të heqin dorë. Garda pretoriane ishte një formacion ushtarak me të vërtetë e jashtëzakonshëm që rivalizoi dhe mbuloi me trup korpusin e jeniqerëve të cilët përfaqësonin ajkën e ushtrisë osmane dhe që nuk kishin përjetuar shijen e hidhur të disfaktës derisa u përballën me këta kalorës të pamposhtër arvër, që shkruan Marin Valeti, shohen pra familja e Skënderbeut. Për këta luftëtar të zgjedhur, kryezoti Arbëris kujdesej deri në detajet më të hinta, duke nisur nga faca e rekrutimit, ku udhëtonin nëpër fshatra për të shqyrtuar kandidatët potencial, hartonte listat duke u dhënë prioritet vetëm familjeve me shumë vëllezër dhe duke u përzgjedhur meshkujt e pamartuar në mënyrë që të mos linin fëmijët tim nëse do të vriteshin në luftë. Më pas i stërviste ai vetë dhe i siguronte ushqimet, i furnizonte me armatim me huaj të fuqishëm dhe i shpërblente me paga mujore e tjerë. 16 vite më vonë, ekspedita ushtarake e Gjashtë Skënderbeut në Italinë e Jugut në vitin 1460-1462, i cili komandonte luftëtarët e gardës pretoriane, do të përcaktonte jo vetëm të ardhmen e Gadishullit, Apenin, por gjithashtu ky formacion ushtarak revolucionarizoi edhe kalorësinë e rëndë europiane perëndimore, e cila u zaventësua gradualisht me kalorësinë e lehtë, duke ndryshuar taktikat luftarake paralelisht me zhdukjen e uniformeve të rënda metalike nga skena e historisë. Faleminderit zënë brenda për ju. Vendimi i tretë është shumë i rëndësishëm dhe krijimi i një ardhe shtetërore të përbashkët për të përballuar shpenzimet kolosale të mbajtjes një ushtrie të fortë dhe për armatimin e saj. Fondet monetare për të mbushur ardhen e përbashkët do formoheshin nga kontributet financiare që do të jepte secili antar i lidhjes legjës, për të marrë një kuotë e caktuar vendi nga të ardhurat e kriporeve të shënkollit të burrit. Pranë qytetit Durrësit, që i zotëronin kastriotët nga taksa doganore, nga tregtia e fritit, si dhe nga tregtia e lëndës drusore apo materialet e tjera. Për feudalët e veçët të cilët nuk kishin të ardhura financiare të mjaftueshme, u vendos bashkërisht që ata të kontribuojnë vetëm me trupat armatosura duke shtuar rradhët e ushtrisë së lidhjes legjës. Shumë të ardhurat vjetore që mbushte ardhen e përbashkët të lidhjes së legjës arrite deri në 300.000 katari, duke përllogaritur peshën standard të kësaj monede që dënonte 3.5 gram, i bie që ardha e lidhjes së legjës të grumbullonte 700 kg arë shtërit. Këtu duhet të shtojmë edhe pensionet që i lidhen me vonjës Kastriot Skënderbeut apo ndihmat financiare të dhuruara nga shtetet si Republika Veneciane, Mbretëria e Napolit, Selia e Shenjtë, Republika e Raguzës, Bupati Milanos e të tjerë, pa të cilët nuk do të ishte arritur që të përballonte shpenzimet e një lufte të stërmunditshme kundër fuqisë ushtarake më të madhe të kohës. Qyteti i Krujës dhe
qendra e Principatës Kastriotëve, i cili njohet edhe si kryeqyteti i shtetit të lidhjes së Lezhës, do të bëhej selia qendrore e komandës së përgjithshme të kësaj aleance ushtarake dhe nëpërmjet këtij akti Gjergj Kastrioti Skënderbeu po fillonte të vendosje bazat e pushtetit të ushtarak dhe politik. Caktimi i një udhëheqjeje të vetme të përhershme politikë ushtarake të kryesuar nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në duart e të cilit u përqendruan bashkë me qendrën kryesore politike të vogël, Krujën dhe ushtria e Fondet e Përbashkëta, tregtojnë se ishte bërë një hap i madh e vendimtar drejt krijimit një pushteti qendror të përfaqësuar nga heroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Pasi në shkëllua kjo marrëveshje politike ushtaraku, ku Gjergj Kastrioti Skënderbeu shpall kapitenin e përgjithshëm i ushtrisë dhe i kryezoti Arbërisë, duke i fituar statusin si primus inter pares, i popullit ndërmjet të barabartëve, ai falenderoi Zotin për këtë bashkim dhe menjëherë pasi u kreditua një meshë shenjtë në ambientet e katedrales së Shënkollit, i ftoi të gjithë pjesëmarrësit në një darkë të përbashkët. Kur lidhja e shenjtë u mbyll, shtuan dhe një tërprangu. Princa shtuan të dërtonin në Skënderbeun, prisin e tyre të ri ju falenderuan Perëndisë për këtë marrëveshje dhe pastaj disa u kthyen në provincat e tyre e disa të tjerë shoqëruan Skënderbeun për në qytetin e Krujës, sipas Frangut. Ndërsa Gjermania Biemi shton se u bën lutje, u zhvilluan procesione solemne për të marrë për mbështetjen e Zotit në mënyrë që ai të jepte një rezultat të lumtur pas bashkimit të këtyre principatave dhe të përhapte bekimet e tij mbi armët e tyre. Gjergj Kastrioti Skënderbeu u kthye në qytetin e Krujës, i përcjellur nga nipat e tij, nga princi Zemërgjër Palmbashini dhe nga princi Lek Zaharia. Me të arritur pranë portave të Krujës, aty po e priste ka hapur komandanti Mojsi Bodeni, i cili sapo ishte kthyer nga kufiri i ndori Principatës Kastriotëve me një lajm të shkëmpritur, duke lësuar që kishte shëruar qytetin ke kështjellën e Seligradit. Faktikisht, lufta shqiptaro-veneciane që u zhvillua në vitet 1427-1428 pas vdekjes tragjike të princit Lek Zaharia, i cili zotëronte Tranin, Shaqin, pranë në çadërve. Pjesën më të madhe të zotërimit u shkaktuan edhe lasaritja e parë e lidhjes Lezhës, ku disa krerë mjesë të rëndësishëm nuk u përbajtën detyrimet e të marrëveshjes së përbashkët që kishin ndërmosur me vullnet e vështirë të plot në 2 mars 1944 në qytetin e Lezhës. Të gjithë autorët dhe kronikanët e kohës lavdërojnë fuqinë bindëse dhe autoritetin karizmatik të Gjergj Kastriotit Skënderbeu, i cili gëzonte mbështetjen e klasës feudale, autoriteteve kishtare, sidomos mbështetjen e kapërtuar dhe popullit arbër. Por karrierët feudale nuk i respektuan kur dhe zotimet e tyre, duke lëvitur nga tremtimet e dhëna, ku disa prej tyre shkuan deri aty sa të kryejnë dhe aktin e shëmtuar të radhisë, por sipas historianit Fredrik Thiriet, në tërë populli ndjek Skënderbeu, tregëria dhe flakët të cilit vlen sa një ushtrirë. Ai është prisi për të cilin ka rëndësi vetëm shpëtimi i shqiptare. Ai mund të ndërhyjë gjithë, por mendimi i tij mbetet i ulur vetëm te bashkëta e zarteve. Situatë e thjeshtë, pozitë e çipër, dhe për të rendajtur e studimeve algoritmike, volumi i parë, paqe të ndjetë, zoti Gjem Kjana për ju. Faleminderit. Beslidhja e Lezhës me në krye heroin ton kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, hapi një kapitull të ri në historinë e popullit shqiptar, duke ndezur aspiratat e tij për liri, pavarësi dhe për krijimin e një shteti konsoliduar me orientim të qartë europian perëndimor, dhe ishte pikërisht katedrale mesjetare e Shënkollit në qytetin antik të Lezhës, vendi në të cilin lindi bashkimi i parë politik, ushtarak dhe ekonomik i Shqipërisë. Nëse prisit e tjerë europian do të merrnin si shembull kuvendin e beslidhjes së Lezhës të vitit 1444 dhe të formonin edhe ata së bashku me Gjergj Kastrioti Skënderbeun, Unionin e Kombeve Europiane dhe të krishtera kundër poshtruesit barbar turk, është e sigurt se perandoria osmane do të ishte dëbuar një herë përgjithmonë nga kontinenti
europian. Fitoret e mëdha e të shumta të bujshme kundër perandorisë osmane që u arritën dhe edhe gjatë periudhës kur Arbëria po kalonte situata mjaft të vështira të shkaktuara nga qëndrimet e lëkundura dhe të tradhtitë të gjithë prej krerëve të saj, shërbyen si forcimi më tejshëm të pushtetit qendror të përfaqësuar nga Gjergj Kastriot Skënderbeu, i cili gëzonte mbështetjen e plotë të popullit arbër dhe fal këtij uniteti të qelik që bazohej mbi binomin mbret-popull. Arbëria u bën një faktor shumë i rëndësishëm, jo vetëm për gatishulin ilirik ballkanik, por edhe në arenën ndërkombëtare. Ky unitet kombëtar u farkëtua gjatë luftës së përgjakshme për ekzistencë përballë gjenocidit osman për të mbrojtur jetën, familjet, pasurinë, gjuhën, kulturën, traditat e lashta, besimin e krishterë, identitetin kombëtar dhe ata europian, rendit shoqëror dhe shtetëror dhe qëndrimin e pushtetit politik dhe ushtarak në duart e Gjergj Kastriot Skënderbeut, i cili nuk ishte vetëm kryetari i shtetit e komandanti përgjithshëm, por gëzonte atributet e një lideri shpirtëror që u hyjnizuan nga populli i tij edhe kur ishte gjallë. Historiani i njohur Nikola Jorgje, një figurë e shquar e Rumanisë, shkruan se pas kthimit në atë Gjergj Kastriot Skënderbeu u kthye me fenë e vet të vjetër, por në thelb ruajti gjithmonë disa komponentë që lidheshin me edukimin dhe mjedisin turk, duke luftuar kundër armiqve të tij të egër. Ai përdori mjetet e tyre ashtu siç bëri një gjë të tillë 20 vjet më vonë princi i Vllahisë Vladit III i Tepes, sepse duke u njohur në mënyrë të përsosur sistemin turk të luftës, ai diti të qëndronte në rrethona të tilla ku një tjetër si ai do të kishte marrë fund dhe do të kishte paguar me kokë ngritjen krye kundër sundimtarit të vet. Por duke u mbetur shqiptar në thellësi të qenies së vet, Gjergj Kastriot Skënderbeu e kishte qejf luftën për hir të luftës. Shkruan Jorgje, historian nga Histori e shkurtër nga Shqipëria, faqe 100-101. Zonja Prenda, fjalë për ju. Është ngjarja më e rëndësishme në historinë e popullit shqiptar, sepse në këtë aleancë me bazë të gjërë nuk përfshiheshin vetëm sundimtar apo zotën feudal, vendas, por kur bie në sy një mobilizim i përgjithshëm i popullsisë qytetare dhe fshatare, pothuajse në çdo saj territori që asë kohë banohej nga populli arbër, dhe zgjidhja e Lezhës ishte kundra e pakthyeshme mbi të cilën u faktua uniteti etnokulturor i popullit arbëror, i bazuar të lidhjet e gjakut, gjuhës, kulturës, traditave, tokeve, zakoneve, besimit të krishterë dhe ndëllë përbashkë. Nga ana tjetër qëndronte armiku i udhëhequr azjatik, zgjedhja e rande roverisë turke, regjimi feudal ushtarak i marrëve, inkursionet dashkitse, ekspedita dëshkimore, grabitja fëmijëve me dhe i përfshirë në sistemin e të vështirënes apo skllavërinë e vajzave të reja, duke përgosur përnderin e familjes shejt arbërore, shpërndësimet e pamëshirshme, taksa të rënda, dhunat, dashkitjet sistematike, shkatrimi i kishave, masakrat mbi popullsinë civile, të cilët guxonin që të ngrinin krye kundër pushtimit arbëror. Ishte një panoramë kaq e tmerrshme që krijoi kushtet për organizimin e një qendrese të palëkundur e kryengritje të përgjithshme anti-osmane, e cila vetëm falë Gjergj Kastriotit Skënderbeu mori një karakter mbarkombëtar, duke gjeneruar një fuqi jashtëzakonshme mbi të cilën u konturuan themelet e shtetit të parë të mirëfillt shqiptar, shtet që shërbeu si barierë e pakapërcyeshme për superfuqinë ushtarake më të madhe të botës. Luftëtarët e panumër turq dhe mercenarët ballkanik thyen Polskat mbi murojat e qelikta të Arbërisë mesetare, sepse vetëm në këtë pjesë të gatishullit ilirik ballkanik u mbytën në gjak të gjitha ëndrat, ambicie personale dhe histeria kafshërore të dy sultanëve më të fuqishëm perandorisë osmane, siç ishin Murati i dytë
të kodja dhe trashëgimtar I tij Mehmeti II Taki. Kjo është materiali që kishte kryer. Faleminderit nga ju zonja Brenda, sigurisht se ndjehemi nga pak edhe të lodhur, sepse veç 3 orë emision gati që po bëhen me emisionin e kaluar që kishim dhe kjo pak edhe na ka stërmunduar, jo munduar, por gjithsesi shpresojmë që nga njerë edhe dëgjuesi ynë na mirë kuptojnë në këto lezime tona. Unë mendoj që me një këngë ta përfundojmë këtë emision të sonshëm. Nuk na funksionon kjo. Nuk funksionon. Po. Për cilin përshpjetona më të mira për ta. Për çdo vit që e nike këto që ndodhen dhe një na kanë qëndruar pranë. Nuk e di nëse do të keni kohë ju që të na I lexoni në shpejtësi ndonjë koment apo emrat aty që na kanë ndjekur dhe të përfundojmë emisionin për sonte. Gjithsesi. Emisionin tek Almariet kanë përcjell mesazhe për përqime Vesa, Agim Ndoci, Almari Kafniqi Çonçaj, Mirgjil Frashëri, Vera Gjonaj, Miranda Krocibeti, Lulieta Bushi, Prek Shkoza, Shpresa Zornaci, Zimajgeraj, Gjelaj Majkruli, Ndue Marku, Bardhe Marku, Shpresa Fundo Gjergji, Eva Graceni Natso, Gram Gadushaj, Palindreka, Lekërrak Ndreu. Përzemërsisht I falenderojmë që kanë qenë me ne, kanë bërë përqime, kanë komentuar. Është dhe një koment I Skënder Shatri, përshëndetje stafit dhe gjithë shikuesit. Ju falenderojmë shumë për mesazhin dhe për urimin. Besar ka Shkodra, mirëmbrëma Radio Shkënderi. Mirëmbrëma Radio Sibila dhe Vidit, mirëmbrëma stafit radios. Edhe ishin vitet lumtura për tjetë Almari Kafniqi Çonçaj. Urime për emisionin, mbrëmje të këndshme për tjetë, respekt për gjithë ju gëzuar dhe njëherë teta Almari. Faleminderit Besarta, faleminderit që jemi ne, edhe ne të gjithë stafi ju urojmë shëndet e mbarësi e gëzuar Almaries. Tek emisioni I tanishëm, Fatmira Limani, urime sukses e respektush mikja ime, të falenderoj përzemërsisht, po jetë shëndet e mbarësi për ju. Bore Sikja Shkoza, urime për emisionin, sukses për ju të ikus të programit, shëndet e mbarësi, Bora, gjithë shka të bukur për ju, falenderit që në ndishni. Për në prendi, mirëmbrëma urime për emisionin, falenderoj përzemërsisht mike, shëndet e mbarësi dhe ju. Besarta Shkoza, mirëmbrëma Radio Sibila dhe ju, mirëmbrëma Brenda Silvia, mirëmbrëma Gizemegjeraj, urime për emisionin, një mbrëmje të bukur për ju, respekt par konë të gjithë këndshëm për gjithë dëgjuesit. Përshëndetje tonë Besi. Për ju. Mariana Sulejmani, urime suksese, ju falenderoj përzemërsisht, poetën. Abdyl Arifaj, urime më të mira për ju, Radio Sibila dhe ju, suksese, shëndet e mbarësi edhe për ju, gjithë të mirat. Zotë Gzim? Unë mendoj se ju veç I përmendët të gjithë dhe edhe nëse kemi harruar apo nuk kemi arritur të I shpalosim gjitha faqet nga është I shpërndarë, sepse ne kemi shpërndarë edhe tek metafora transmetimin tonë dhe nuk mund të shkojmë në të gjitha faqet tani sepse duhet merremi më shumë me teknikën këtu brenda për brenda dhe kjo na çungon pak hapësirat tona dhe mundësitë tona. Gjej dot emrat tek programi që jemi aktualisht për të përshëndetur për e falenderuar të gjithë ata që kanë pëlqyer emisionin tonë. Kanë qëndruar me ne shumë
shumë qaste, duke dëgjuar për pjesëlidhjen e Lezhës pra për këtë program të sotëm, ju urojmë shëndet e suksese gjithçka të bukur. Shumë faleminderit vërtet secilit prej jush. Mbrëmje të bukur dëgjues të nderuar të Radio Civilat e Veriut, ju përshëndesim përzemërsisht dhe ngrohtësisht nga ne Gëzima Igere. Do të gjem për 2 minuta, besoj, pas 2 minuta do të sjellim, ja. Do të sjellim këngën ndoshta, për mos i rënë pa i përshëndetur. Po uroj. Pasi vërtet meritoj vlerësim e respekt të gjithë dëgjuesit tonë që janë vërtet janë frymëzim po e them. Para se të kemi natën e mirë, dëgjohemi nesër mbrëma në të njëjtën orë me një tjetër program siç është ju themi natën e mirë e javë të mbarë të gjithëve. Natën e mirë.